Pas tonë që ata 99 që kemi mritë qështu, i kështë besu vetit ajo? Jo, t'jemi sinqert që do të arrim një nivel, e kom besu në mundësitë e mia dhe në potencialin tim sa i përket sportit judës, po unë jam ndërtu si trener pas luftës. Pjesa e judës, ose më thonë pjesa tekniko-taktike, e kom ditë që e kom me nivel, sepse edhe si garus kom qenë i veçum. Në shumë gara, në shumë kampionate tish Jugosllavisë, përveç që shpallesha kampion, gjithmonë jam shpallë edhe sportisti me teknikën më të përsosur, se tekniku më i mirë, si fëmijë, domethënë e kom pas një dhunti ndoshta për këtë sport, cilës nuk mund e mik, përkundër që kom pas edhe trenerin e mirë, ka qenë vllau im i madh, cili me të vërtetë edhe ai ka qenë një potencial i jashtëzakonshëm për sportin, po edhe e ka ndërprer shumë herë. Pjesa tjetër të qenit trener është përgatitja fizike, ana psikologjike, andaj ndërtimi i një rrugtimi të duhur, ose më thonë në sport e quajmë periodizim, që i përket një cikli të tonë olimpik, diçka që ndoshta se kom bo mirë për Londër, s'kemi shku qysh duhet, po tash e kom qartë si punohet, e kom qartë qysh me ndërtu një sportist, e kom qartë qysh ndërtohet çaj rrugtimi, sa kom energji me vazhdu tutje, nuk di, por që do të vazhdoj.